këto gra për momentin janë të tregu një rezistencë e cila prej mas luftës nuk ka ndodhur në Kosovë, sepse nuk kemi pa një grevë të tillë mas lufte. Mobilizimi për me e mbështet atë lloj greve është shumë i vakt. Edhe kjo është njëra prej paradokseve më të mëdha të cilat na aktualisht kemi të i përjetu, për shkak se kemi shumë projekte të cilat aktualisht zhvillohen në Kosovë dhe të cilat synojnë me mbrojt punëtor, qoftë prej shtetit, qoftë prej shoqënisë civile, por kur ka ardhur puna për me dalë dhe me mbështet punëtorët të cilat janë tu kërku diçka shumë bazike, flasim pra për kushte, për mos me pas rrogën 275 euro më, po për me ju difishu, mbështetja për të vra ka qenë shumë e vakët. Edhe kjo është diçka me cilën edhe aktualisht jemi tu marrë me disa grupe dhe aktivistë tjerë për me u siguru që kjo betejë nuk humbetet. Edhe që kjo betejë ka me pas një sukses në fund, sepse konsiderojmë që klasa punëtore në Kosovë është shumë fragjile. Edhe ky fragilitet i atribuohet në masë të madhe mënyrës se ç'është është privatizuar gjithçka në Kosovë dhe mënyrës se si edhe ligji edhe kjo strukturë e re është ndërtuar për me e sabotu punëtorin edhe për me shfrytzu punëtorin. Përshëndetje, sot gjendemi në Prishtinë ku do bisedojmë me shoqen Liridona prej kolektivit për mendim dhe veprim feminist. Përshëndetje Liridona. Përshëndetje Gjetan. Mirë se erdhe në ide të zëshme. Mirë se Gjetan. Faleminderit që jeni ardhur. Po, gëzohem për këtë bisedë. Pyetja e parë ime do ishte prej kur ekziston kolektivi dhe cila është ideja cilësore. Kolektivi ekziston prej marsit të 2019 dhe ka lind si një nevojë, si një diskutim për me e përpara edhe me bëma të zëshme kritike në antikapitaliste në feminizmin kosovar. Fillimisht është ngjyrë si një lloj alternative ndaj feminizmit liberal i cili e dominon skenën kosovare. Edhe si një nevojë për me shtru një kritik më strukturore dhe më gjithëpërfshirëse të problemeve të cilat janë edhe të zgjenizuara dhe të patriarkalitetit në Kosovë. Si tillë, kolektivi ka nisë dhe vazhdon me çu përpara ideologjinë e majtë ndërtuese feministe, edhe punën e vetë se shtrim përmes aksioneve dhe intervenimeve të ndryshme që na i bojnë në hapësina publike, so përmes diskutimeve, përmes leximeve, përmes protestave, grafiteve, edhe formave aksioneve simbolike të cilat na i zgjedhim edhe i negociojmë varësisht prej nevojave të cilat lindin në një kohë të caktuar në një moment të caktuar, po edhe përmes edhe për shkak të asaj se qysh na ideologjikisht e mendojmë se duhet me ushtru një kritik feministe e cila është jo vetëm reaksionare, po edhe tenton me e shtri edhe me zënu imagjinatën tonë shoqënore rreth asaj se qysh mundet më duk në realitet ndryshe nga ky të cilin na e kritikojnë. Çfarë aktivitete keni përveç leximit ose projektimit të filmeve? Shembull, merrni pjesë edhe në organizimin e protestës për 1 maj. Sa jemi informuar? Si kolektiv, pra intervenimi kryesor që kemi dashur me bashkë me lidh më shumë feminizmin me çështjen punëtore, me çështjen klasore. Edhe natyrshëm ka lindë edhe angazhimi jon i theksum në çështjet e klasës punëtore. Edhe këto e manifestojmë përmes organizimit që e bojmë për 1 maj prej 2019, pra jemi pjesë e grupit organizativ i cili e bën protestën e 1 majit, që nuk është vetëm një protestë, por është njëra prej organizimeve që ndodhin për atë ditë, po ky nuk është ndoshta më thonë organizimi ose aktiviteti jon kryesor përmes cilit na angazhohemi në çështjen punëtore. Për shkak se na tentojmë që çdo analizë të cilin e bëjmë për patriarkalitetin në Kosovë dhe për gjendjen e grave edhe gjendjen në përgjithësi në Kosovë, me pas edhe përmes një liensi klasor. Edhe këto e shohim që është mënyra e vetme përmes cilës na mujmë me e bënë një analizë të situatës dhe me nxjerr alternativa dhe me nxjerr mësime. Kështu që përveç protestës, na edhe edicionin e kaluar, pra të përthimeve feministe, e kemi dedikuar të gjithë
edicione gjithë vëllimin për çështjen e punës. Edhe për gjatë të vitit, krejt leximet të cilat I kemi bërë në kolektiv lidhen me aspekte të ndryshme të çështjes punëtore, prej prizmave të ndryshëm. Edhe kjo është bërë vis-a-vis edhe krahas intervenimeve që na I bëjnë. Për shembull, kurdo që kemi bërë grafite, një prej kritikave të cilat e kemi lënë edhe në hapësina publike ka qenë pikërisht çështja ankesore edhe artikulimi I problemit që ne I kemi me kapitalizmin si ideologi dhe si sistem. Tash shoqëria kosovare është në thelb patriarkale, si të gjithë shoqëritë mendojnë në Ballkan. Për këtë fakt flasin edhe feminicidet të shumta që ndodhen në Kosovë dhe në gjithë rajonin. Çfarë mendoni si është përgjigjja e shoqërisë dhe e shtetit ndaj femicidit, shembull? Mendoj që çështja e dhunës me bazë gjinore në përgjithësi në Ballkan dhe e feminicidit është goxha çështje e komplikuar, për shkak që ne kemi pas që rastet ku na mujmë mobilizuar më shumë të vëmendje publike janë pikërisht rastet të cilat bëhen publike të dhunës, një dhunë e cila është e skajshme dhe e cila I ka si subjekte të dhunës ose subjekte të viktimës gratë, të cilat ndryshe amnistohen prej shoqërisë. Edhe për rastet e feminicidit na kemi pasur që ka goxha mobilizim. Protestat më të mëdha që ne I kemi bërë lidhen pikërisht me ndonjë formë të dhunës ndaj grave edhe me feminicidin. Për shkak se këto janë momente të cilat e marrin edhe bën një farë spektakli në shoqërinë tonë. Jo që ne si shoqëri po tregojmë një lloj vedije feministe ose një lloj vedije gjinore, po mënyra se çu shkornizohen në media e marrin një lloj vëmendje e cila automatikisht shumë shpesh përkthehet edhe në një revoltë edhe një farë reaksioni shumë të gjanë në publik. Na kemi pasur në çdo rast që ka vënë në publik I dhunës edhe I ndonjë feminicidi, ka pas reagim goxha të madh, dhe nështë edhe prej strukturave të cilat janë më patriarkale. Edhe kjo është njëna prej shqetësimeve tona, për shkak që kjo e krijon një farë ndjesie false që ka një lloj vedije feministe në Kosovë ose një lloj ndjesie feministe. Po tani kur e krahasojmë për shembull me dhunën e cila është realisht në shkallë shumë të lartë dhe e cila shumë shpesh na shpërqendron ose na shten me negociu me ideologjinë të cilën e kemi, për shkak që shumë shpesh përfundojmë përdit dënime në vend që me kërku ndryshime strukturore. Kjo për shkak që jemi goxha në një farë realitetit të dhunshëm. Po shoqënia në çdo raste reagon me një eufori të jashtëzakonshme, e që është njëna prej problemeve. Për shkak se 2-3 ditë masi kalon e gjithë kjo vëmendje publike, kthehemi në përditshmërinë tonë dhe vazhdojmë me prodhu patriarkalitetin në përditshmërinë tonë. Që mendoj se është goxha problematike dhe ndoshta na duhet edhe me mendu për funksionin të cilën po I kryjnë edhe protesta shumë shpesh, për shkak që ato bën edhe një farë kanë edhe një farë platforme e cila rehabiliton patriarkalizmin, për shkak që në to ne kemi shumë shpesh na përshkallëzit ndoshta qenit personat më patriarkal të cilët na I njohim edhe të cilët në një ditë të caktuar e ndjejnë të nevojshme me performu një lloj të solidaritetit tyne. E ky është një problem me cilin jemi tu ballafaqur dhe që mendoj që ka ardhur si pasojë normalizimit ose trendëzimit të feminizmit edhe në Ballkan edhe specifikisht në Kosovë, për shkak që në këto raste ku ndodh diçka shumë e madhe në publik, është marrë nëse më thonë kushtimisht mos me bëni reagim. Edhe kjo është duke e bërë goxha më komplikuar me krejt avokimin tonë edhe krejt organizimin tonë, për shkak që goxha është probleme me navigu në një sistem ku në një ditë krejt bëhen feministët dhe nuk e dim se me ka mundemi me... Ka lidhje edhe me emocionet, kur ndodh një femicid emocionohen njerëzit ka edhe ajo. Ka të bëjë me emocione, po ka të bëjë edhe me një sensacion I cili edhe individualizon problemin e feminicidit edhe të dhunës me bazë gjinore, po edhe e bën sensacion. Zakonisht, kurdo që mbulohen këto raste, media tentojnë me bosta ma egzotike, edhe me bosta diçka e cila nuk ndodh në përditshmërinë tonë. Na e dimë që për një pjesë madhe të grave që kjo është përditshmëria e tyre. Edhe që ky lloj kornizimi si diçka që nuk është pjesë e rutinës tonë, e bën shumë sensacionale edhe bën se diçka
të jashtëzakonshme për të cilin do të më reagojmë. Diçka të izoluar, në fakt. Edhe gjithsesi të izoluar dhe kjo na e bën shumë të vështirë për me e adresu problemin, si diçka e cili është brenda nesh. Pra, të e jashtu konstant dhe të bëjë si diçka të cilin ne duhemi me ndëshku, si të tillë si akt vulgar, brutal, i të që një burr e bën një gruas. Që një burr ja bën një gruas, po nuk mrim me shtërmkosh patriarkalitetin na përditshmërinë e vetë, edhe në ato se qysh na përmes praktikave të përditshme e riprodhojmë ato. E tash kjo bëhet shumë probleme dhe mendoj se këto ekspozimi i shpesh, kemi diskutuar shumë shpesh që ekspozimi i shpesh ndaj rasteve të dhunës në fillim e ka kriju këtë lloj euforie. Po së fundmi na po shohim një lloj kundër efekti, që është normalizimi që është duke ndodhur. Për shembull, në rastet të fundit që kemi pas, brenda 28 orëve ka ndodhur 2 raste të femicidit. Edhe kjo, edhe pse impon vëmendja publike edhe mediat, edhe sidomos reagimet në rrjetet sociale kanë qenë goxha të mëdha, mobilizimin në rrugë kemi pas shumë të vogël. Edhe kjo mendoj unë për shkak të këtij ekspozimit të shumë, i cili në vend që me bo një revolt është duke e normalizu lajmin i cili mundet me ndodhë për femicid edhe për dhunën seksuale, të cilat zërë më shumë po ekspozohen. A cila është baza ligjore? A ka vepër penale për femicidin, si femicid? Ka, nuk është e kriminalizuar si vepër në kod penal, domethënë nuk është si term i kriminalizuar, po gjithsesi është i dënueshëm sipas kodit të Republikës së Kosovës me dikon, po jo si femicid. Do nuk e kemi si term, ndonse ekziston një nismë të një iniciativë prej shoqërisë civile për me bërë një ligj për femicidin dhe me kodifiku femicidin si vepër penale. Po mendoj që prapë kjo baza ligjore në Kosovë është goxha e fuqishme, mund të është retorika të cilin e njihim vazhdimisht, por kjo është një prej problemeve të cilat na i kemi si shoqëni, dhe sidomos kur flasim për patriarkalitetin, sepse kam rrizë çka me qenë në terma të ligjeve dhe shumë pak është pak materialisht dhe me ndru bazën, strukturën e cila e mundson që të lloj të dhunës. Edhe kjo bën që na vazhdimisht me qenë në reaksion, me prisje çka po ndodhet dhe me reagu për problemin. Edhe shumë vështirë është me imagjinu edhe me i parapri edhe me ndërtu kritikat të cilat janë strukturore dhe të cilat e kapin problemin në thelb, edhe që e shohin këtë sistem ashtu siç është. Që është në formën që është i shtëpës, nuk mundet me u reformu dhe me u bo ma i but. A i ka me ndru forma edhe ka me zjetë forma të reja të shtypjes. Kjo është njëri për problemeve që na i kemi realisht, edhe që shumë shpesh edhe na him brenda saj, sepse edhe ma herët është shumë probleme artikulu një feminizëm të pastër, nëse më thonë në thojza ose një kritik të pastër, e cila është puro strukturore, për shkak që dhuna në të cilën na jetojmë dhe nevoja për me reagu në mënyrë kështu ad hoc dhe të shpejtë është zakonisht e shpeshtë edhe shumë prezente. Edhe kjo na shtin edhe neve me uni shumë shpesh jo rahat edhe me vetë kërkesa tonë. Sidomos kur janë rastet e femicidit, sidomos kur janë rastet e dhunës seksuale me të cilat ekspozohemi. Për shkak që emocionet me të cilat ne e bëjmë aktivizmin janë shumë të forta dhe shumë shpesh na duhet me kërku diçka të cilën na realisht nuk është e besojmë, po e shohim si një zgjidhje imediate që mundet me ofru do grave ma shumë siguri në kohën në të cilën apo flasim. Atash, pak të flasim edhe për punëtoret, si është situata ekonomike në përgjithësi në Kosovë dhe situata e punëtorëve në përgjithësia, janë të organizuar shembull në sindikate ose në forma të ndryshme organizimi? Gjendja e punëtorëve në Kosovë është, nëse është për grave dhe për grupeve më të ndjeshme, është goxha e mjerueshme dhe mujme e nisë në shtavës prej asaj se çka aktualisht kemi për momentin. Në vendin e Kosovës i kemi gratë punëtore teknike të cilat janë në grevë që 5 javë. Po hynë në grevë, kanë hynë në javën e 6 të grevës së tyre, të cilat kanë dalë, tashmë po bën gati 6 javë për me kërku kushte më të mira pune dhe për me kërku
rritje të rrogës. Sipas ligjit për partneritet publiku-privat, të gjitha punëtorët e pastrimit dhe mirëmbajtjes në institucione publike janë të kontraktuar përmes kompanive private. Ky ligj me automatizëm nuk ishe punëtorët e fisetore si punëtore po i bën si mallna edhe shërbimet të cilat i kontrakton prej kompanive private. Edhe ndonë se këto gra për momentin janë të tregu një rezistencë e cila prej mas luftës nuk ka ndodhur në Kosovë, sepse nuk kemi pa një grevë të tillë mas lufte, mobilizimi për me e mbështet atë lloj greve është shumë i vakt. Edhe kjo është njëra prej paradokseve më të mëdha të cilat na aktualisht kemi të i përjetu, për shkak se kemi shumë projekte të cilat aktualisht zhvillohen në Kosovë dhe të cilat synojnë me mbrojt punëtorë, qoftë prej shtetit, qoftë prej shoqënisë civile, por kur ka ardhur puna për me dalë dhe me mbështet punëtorët të cilat janë tu kërku diçka shumë bazike, flasim pra për kushte, për mos me pas rrogën 275 euro më, po për me ju difishu, mbështetja për të vra ka qenë shumë e vakt. Edhe kjo është diçka me cilën edhe aktualisht jemi tu marrë me disa grupe dhe aktivistë tjerë për me u siguru që kjo betejë nuk humbetë. Edhe që kjo betejë ka me pas një sukses në fund, sepse konsiderojmë që klasa punëtore në Kosovë është shumë fragjile. Edhe ky fragilitet i atribuohet në masë të madhe mënyrës se ç'është është privatizuar gjithçka në Kosovë dhe mënyrës se si edhe ligji edhe kjo strukturë e re është ndërtuar për me e sabotu punëtorin edhe për me shfrytzu punëtorin. Sot është pak e habitshme sepse në qeveri është partia majtiste. Kjo është ndoshta kjo i thënë që në majt, sepse nuk është as pak e majt edhe nuk është e majt kur vjen puna për punëtorët. Na e kemi një parti e cila i thot vetes socialdemokrate, po e cila është duke i njëru konstant punëtorët të cilat janë duke kërku. Pra, janë gra të cilat janë të moshës së mesme, të moshës afër pensionit, edhe janë duke qëndru edhe kur po bjen shi para dyrëve të kumendit. Pra, ato nuk grevojnë brenda, ato grevojnë në hapësim të hapun, pa kushte elementare për me grevu, edhe deputetët që çdo ditë kalojnë anë, sepse ai është vendi i tyre i punës, i njërojnë komplet ato gra. Edhe deputete, edhe gra deputete. Pra, sidomos kur flasim për ta të cilët i thonë vetes si të majt. Edhe kjo sabotohet edhe më tutje edhe prej organizimit të dopë sindikal. Mënyra se si sindikatat operojnë prej mas luftës në Kosovë, kryesisht, sidomos ato të sektorit privat, janë entitetet të cilat ja marrin anën punëdhënësit, ja marrin anën punëtorit. Edhe nuk kemi pas betejë të fituar prej sindikatave në sektorin privat. Kjo për shkak se ato vetë si entitete janë të dobta dhe janë shumë lehtë të thyeshme. Mënyra se çysh punëtorët sot në Kosovë janë jashtëzakonisht lehtësisht të zëvendësuar, i bën ata shumë të dobët. Këto gra të cilat aktualisht janë tu grevu, në nëntor munden me met komplet pa punë. Kjo për shkak se kësaj kompanie i s'ka dhënë kontrata dhe ndonë se do i renovohet, kjo kompani ka të drejtë ligjore, me ligj. Sipas ligjit në Kosovë nuk ndërshkohet nëse nuk ja vazhdon kontratën këtyre grave. Domethënë nuk ka as shteti nuk i dal në mbrojtje nëse kjo kompani nuk vendos me i ndërshku këto gra për revoltën e tyre. Edhe kjo ka ndodhur edhe në shumë raste të tjera. Na kemi pas raste ku punëtorët e sektorit privat edhe publik kanë dalë në grevë, edhe kanë dalë edhe kanë grevu edhe kanë protestuar, megjithatë protestat e tyre dhe grevat e tyre janë shumë shpejt, sepse shpërtallohet, blihen disa, kërcënohen disa edhe ajo grevë vese shohet. E ky është rreziku që po na ka nisur edhe për momentin, edhe shumë vështirë edhe me mobilizu edhe shoqërinë civile rreth këtyre çështjeve. Edhe kjo është diçka me cilën na jemi tu punu aktualisht, po që kapaciteti jonë për me mobilizu një masë shumë të madhe në këtë rast po tregohet shumë i dobët. Për shkak që me marrë vëmendjen publike edhe në media po shumë vështirë. Këto tema nuk i interesojnë as mediave, po flas në përgjithësi sepse kemi media të cilat raportojnë drejt, po pjesa dërmuese e tyre nuk ju duken mjaftueshëm seksi për me janë zonë. Janë të financuar prej kapitalistëve mediat edhe prandaj. Edhe media private të cilat i kanë sponsoruar pikërisht këto kompani private të cilat në momentin që raportojnë vetë shkojnë edhe i sponsorizojnë edhe aty në ju mshelet goje, që ka ndodhur në raste tjera. Po me marrë në përgjithësi, konsideroj që
aktualisht ne kemi një klasë punëtore shumë të dobët, e cila organizativisht është shumë e dobët, edhe e cila nuk është organizativisht e dobët për fajt të vetvetes, dhe për shkak të pamundësisë për më organizu, po për shkak të krejt rrethonave të cilat ja sabotojnë organizimin. Sado unë po them, ajo se çfarë fundon ku vend është inspirim, do duhet me qenë inspirim edhe për me mobilizu punëtorët, për me mobilizu gjithë shoqërinë, po fatkeqësisht nuk është duke ndodhur, sepse ne kemi kontaktuar edhe me punëtore tjera më herët në raste tjera, edhe ato vetë tutën me dalë dhe me mbrojt veten e tyre, sepse po e them ata janë shumë lehtësisht të zëvendësueshëm. Edhe ky hëlsimi me zëvendësim është arma kryesore të cilën kompanitë e përdorin për me disiplinu punëtorët. Edhe kjo po tregohet shumë e suksesshme, sepse çdo protestë, çdo grevë shuhet shumë lehtë, edhe kërkush nuk flet për të. E ky është një moment ku qeveria, e cila si themi për hir të diskutimit po themi që është deri diku e majt, e ka një momentum ku mundet me ja majt anën punëtorit, po deri tash është duke dështuar. Pra po flasim për 6 javë, ku ky kuvent edhe më herët, sepse këto gra kanë protestuar edhe për gjatë verës, veç që ka një rrugë. Edhe vazhdimisht po e tregon që ndonse e majta ose ky shteti i mirëqenies nuk është një shtet i mirëqenies ku vihet në qendër ai që është në më së poshtë në hierarkinë shoqërore, po është e interesuar në klasën e mesme, eventualisht edhe në investitore dhe klasës punëtore ja u jep aty këtu ndaj tërmi kështu të bukës sa me ja mshel gojën ko mas kohe, po nuk ka një politikë të mirëfillt edhe të një mend e cila e qet në qendër edhe interesohet për punëtorin ose punëtorët. Absolut, në të gjitha vendet mendoj në Ballkan, në këto vendet ish jugoslave situata është e njëjtë, sepse kemi bërë intervista me më shumë shokë dhe shoqe dhe në fakt e tregojnë të njëjtën ose të ngjashme situatë edhe në vende të ndryshme. Tash desha diçka edhe për nacionalizmin të flasim. Në vende që kanë kaluar një luftë si Kosova, është pak një temë e prekshme. Si pas atë viteve, si është tash shoqata kosovare ndaj me ato ndjenja nacionaliste, si është situata me shtetin e Serbisë momentalisht, sepse ne shembull në Maqedoni marrim informata se në çdo moment mund të ketë luftë mes Kosovës dhe Serbisë. Si diktohet ajo në jetesën e përditshme? Realisht çështja e nacionalizmit në raport me Kosovën edhe Serbinë është çështje shumë e komplikuar për shkak që e gjithë çka muj me diskutu sot është rezultati i një gjenocidi dhe një dhune strukturore që i ka ndodhur shqiptarëve të Kosovës në Jugosllavi, edhe ajo ndjesia të cilën ne e kemi aktualisht si kosovare dhe shumicë ndoshta shqiptare në Kosovë e reflekton dhunën sistematike me të cilën ne jemi rritë dhe e kujtojmë prej prindve tonë. Edhe nuk mendoj, aktualisht kemi probleme me rritjen e djathtës ekstreme në Kosovë. Edhe po them jo si domosdoshmërisht si parti politike e formuar e mirë, po si diskurs i cili është duke migru prej vendeve perëndimore dhe është duke ardhur në Kosovë, po kjo jo domosdoshmërisht përkthehet në një nacionalizëm. Ajo se çka na e bren në Kosovë është fashizmi konstant të cilin e kemi ballafaqojmë edhe hasim nga ana e Serbisë dhe e cila automatikisht reflektohet me një pasiguri të thellë dhe një stabilitet në zëvimet tonë edhe në Kosovë. Po nëse e kisha analizuar raportin e Kosovës me Serbinë, sidomos nga ana jonë si Kosovë, nuk mendoj se ne kemi problem me nacionalizmin si diçka si problem i shqumë në vetvete. Ne kemi problem me një drejtësi të pamrime, i cili është parakushti kryesor për me vazhdu para dhe për me mujt me pas një, po themi, gjendje të qëndrueshme dhe paqeje në Ballkan, kështu se nuk kisha mujt me barazu ndjesinë që ne kemi në Kosovë me puro nacionalizëm. Është një pasojë e një dhune e cila nuk mundet me u fashit pa pas drejtësi. Edhe kjo zatën e reflektohet edhe në punën që na e bëjmë si kolektiv dhe në mënyrën se çush na i qasemi edhe
thashë në më herët, edhe iniciativa dhe solidarizuese transnacionale. Na e shohim edhe në çarxhet e majta, të themi aty edhe të djata apo se po, që ekziston një lloj i fashizmit i mshefun edhe aty ku pretendohet të ketë nisma emancipuese të majta ose çfarë do të thotë. Edhe kjo nuk ka të bëjë me nacionalizëm nga ana jonë, por ka të bëjë me njohjen e të drejtës tonë bazike për me ekzistu, për me mujt me diskutu tutje ose me bëhet çfarëdo lloj bashkëpunimi. Kështu që nuk mendoj që aktualisht në Kosovë çështja e nacionalizmit është problemi me cilin na ballafaqemi. Kemi rritje të mendimeve ekstreme, po ato dukshëm më shumë lidhen me të djathtën edhe me të drejtat civile të cilat janë fituar për gjatë këtyre dekadave në Kosovë. E kjo gjithsesi merr nuanca edhe nacionaliste, po ajo vjen disa e mbështjellur në çat. Po, e mendoj e djathta rritet edhe në Maqedoni. Po, ky është trendi jonë i cili fatkeqësisht na kemi marak me e ndjek Evropën në hapat e saj. Edhe e kam ndrojnë edhe kjo është shqetësimi jem më i madh aktualisht për trendet të cilat janë duke migruar në Kosovë, po dhe magjërisht në Ballkan, është na jemi të mësuar gjë shumë prej Evropës, edhe Evropa është duke na kallëzuar që është bërë po jo që s'ka qenë, po është duke u kthyer zëre më fuqishëm ka e djathta, ka fashizmi edhe atë rrugë ka ndrojë që kemi me ndjek edhe na si proces i europianizimit edhe përmirësimit të vlerave moderne europiane, çfarë se vjen në këtë Kako. Po. Ajo është situata e njëjtë mendoj në të gjitha shtetet të Ballkanit. Tash desha diçka edhe për feminizmin liberal, që është shumë aktual të rinj, dhe çfarë mendon si do shpëtohen femrat, si do shpëtohen gratë me feminizmin liberal, ose duhet me dojë mos të ketë vetdije klasore për shpëtimin e femrës? Mendoj që një prej rreziqeve të cilat i kanosën për parimin gjinore dhe drejtësisë gjinore është pikërisht feminizmi liberal, dhe ajo se si feminizmi liberal e projekton barazin, që është një barazi brenda status quo-s që veç pretendon ose tenton me i çdo gra në nivelin e burrave burgjes, edhe nuk tenton as me i livrit strukturat të cilat i mundsojnë paparazit. Pra është një ideologji ose deg e ideologjisë feministe e cila tenton me rehabilitu kapitalizmin edhe patriarkalitetin edhe rasializmin, duke e bu ma të qashme edhe për gratë. Kapitalizmi me fytyrë njerëzore, mendoj se e quajnë. Edhe me fytyrë të gruas në këtë radhë, sepse ideja është me i nda resurset, e jo me sfidu hierarkinë e cila është baza e problemit. Edhe kjo është edhe kritika të cilën na e kemi bërë prej fillimit si kolektiv, i cili është kundër edhe e sulmon ideologjikisht edhe politikisht feminizmin liberal, edhe e shes si të po aftë për me adresu çështjet me të cilat na ballafaqohemi. Edhe ky feminizëm tenton me bëu më shumë gra bose, domethënë gra udhëhece, gra të fuqishme, po pa e qitë në pyetje se çka i vjen më bo e fuqishme, çka është fuqizimi, çka është me qenë bose, cili është funksioni i akumulimit të kapitalit, dhe ç'është kjo i ndikon mbi 90% të popullatës, po interesohet për atë 1% që i thajnë gra kapitaliste që do eksploatojnë gra punëtore. Ajo është më e pranueshme, është një grua e cila po eksploaton edhe atëherë mund të thënë një feminist statement. Po kritika jonë ndaj feminizmit liberal është një farsë liberale, e cila tenton me kamuflu edhe me sendëzu kauzat feministe për qëllime të përfidimit edhe të zgjerimit të kapitalizmit. Dhe këto e shohim mas miri në ata se qysh për shembull ka ardhur krejt ideologjia e zhvillimore në Kosovë, dhe qysh për shembull gratja ka nisur me hi në treg ose me dalë si agende të cilat e mundsojnë sot rritjen ekonomike. Nëse e vrenë edhe në Maqedoni, besoj është një diskurs i ngjashëm që gratë zëre më shumë promovohen si motore të zhvillimit ekonomik. Edhe kjo është gjetja e re e kapitalizmit, që tenton me shfrytëzu feminizmin, që tenton me shfrytëzu gratë si këto resurset e pa përdoruna edhe të pa
gdhenduna ekonomike dhe tenton me I kthy në kapitale dhe me kthy në fakt në jetët të cilat ndihmojnë për Razoj me burrat që janë në Po, dhe se nivel. këtu I bën me një nuancë të gjinizuar, për çfarë që gratë edhe janë më të mira për tregun, sepse edhe riprodhojnë edhe edhe janë forcë lirë punëtore e cila shumë lehtë mundet me u zëvendësu në treg. E një feminizëm I cili është feminizëm antikapitalist, antirasist, është një feminizëm I cili mirët me bazën, edhe e sulmon të gjithë strukturën, edhe sheh ato si burimi I padrejtësive dhe I pabarazive që na sot I kemi në Kosovë dhe në globalisht, edhe tenton me ndërtu kritikën të tillë që edhe merr terren, edhe merr material nga realiteti jonë lokal, po edhe sheh ato si pjesë e kësaj superstrukturës edhe sheh si pjesë të zhvillimit të kapitalit në periferitë e tij. Që tentojmë me ndërtu këtë lloj kritike, po edhe tentojmë me e bë kritikën sa më të ushqime prej përvojave tona lokale, sepse mendoj se edhe një problem I të majtës edhe asaj se si promovohen këto ideologji kanë shumë tendenca universaliste, nëse to janë probleme, kanë rri kapacitet dhe janë gop kështu universalisht, mendoj që dështojmë kur të mirëmi me tonë të rënë se nuk e shohim se çfarë forme lokale marrin. Edhe mendoj se aty na tentojmë me intervenu dhe për me pasë për çfarë kapitalizmi po flasim në Kosovë, ose për çfarë patriarkati po flasim në Kosovë, për me njoftë më mirë që me mujtë me e sulmu më mirë. Absolutisht po. Vërejta se para disa muaj mendoj se kishte një femicid ku një grua prej etnisë sërbe ishte e vrarë, ju kishit aktivitete edhe për atë. A keni shoqe sërbe që në kolektiv ose ende nuk është? Jo, edhe kjo nuk është vetëm me gratë serbe, po është edhe me komunitetet e tjera të cilat janë në Kosovë. Na nuk kemi mërri hala me pas etni tjera në grup, ndonë se bashkëpunojmë edhe kemi aktiviste të komuniteteve tjera, po kjo vjen edhe është edhe çështje qëndrim politik. Ne kemi shumë problem, kemi jashtëzakonisht problem me këtë zaptimin neoliberal të çështjes së gjithëpërfshirjes që I bëhet feminizmit, edhe qysh sot për shembull nëse qysh manifestohet feminizmi liberal është me e pas sa më të larmishme me përfaqësimin në feminizëm. Pra me pas të gjitha grupet etnike, racore, identitare të përfshime, por kjo është vetëm për hir të tikut aty. E ne nuk dojmë e bë, mendojmë që edhe angazhimi brenda kolektivit ndodh në mënyrë shumë organike. Pra tentojmë e promovu atë lloj të aktivizmit që është, e thash edhe më herët, na ushemi tepër shumë te ideja e Maria Lugonës të kësaj shoqënisë politike, me të cilën e sheh aktivizmin politik edhe sidomos aktivizmin feminist si një përpjekje e cila ndërtohet qysh ndërtohet shoqënia, edhe ndodh në mënyrë shumë organike, sesa me qenë diçka e sforcuar, sepse ne duhemi me qenë gjithëpërfshirëse dhe duhemi pas të gjitha komunitetet edhe të gjitha identitetet brenda kolektivit. Ky është një proces gjanus, në të cilin jemi duke punuar, por për të cilin nuk është se sforcohemi, edhe nuk e shohim shumë të rëndësishme me pas identitete të përfaqësuara brenda kolektivit, sepse kjo edhe na I korrupton të gjithë idenë të cilën ne kemi mbrapa, edhe nuk tentojmë shndërru personat edhe individ në objekte të cilët neve na vijnë për me legjitimu veten si entitet. Absolutisht, pyetjen e kisha më shumë që të kuptojmë si është jeta e përditshme mes serbëve dhe shqiptarëve që jetojnë këtu. Në raport me komunitetin serb, për shembull, kjo është më së pari çështje barrierë gjysore. Shumica e serbëve në Kosovë nuk flasin shqip dhe janë të paintegruar në skenën politike, sidomos në aktivizmin politik kosovar. Edhe kjo ndodh për shkak të problemeve të shumëtishta dhe kontrollit të shtetit serb, se cilin vazhdon me ushtru të komuniteti serb dhe shantazhin që ua bën, edhe kjo e bën shumë të vështirë. Po edhe ne nuk flasim në kolektiv së paku, po edhe një pjesë e madhe e rinisë kosovare, pakon shqiptare, nuk i flet serbishtën. Edhe kjo e krijon një farë distance automatikisht. E kjo është shumë pak e brejshme për shembull te komunitetet e tjera me të cilët flasim shqip, edhe me të cilët komunikojmë qoftë shqip. Nga njëherë mund të pas edhe anglisht, po kryesisht komunikimin edhe
në përgjithësi edhe përmes rrjeteve tona tentojmë e mbajt në shqip. Rasti ku kemi shku në Graçanisë për me e bo grafitin për rastin e femicidit, ka qenë një rast nështë tani prej vetëmëve ku na nuk kemi bashkëpunu me dikon prej vendit për me bo grafitin. Për shkak që politike jona si kolektiv është të gjitha grafitit kur i bojmë në qytetet e tjera, organizohemi me aktiviste e ati vendi. Po në Graçanisë nuk kemi mërri me pas në kontakt edhe situata ka qenë vëzë emergjente dhe kemi shku veç na si antare të kolektivit, po për kthimet për shembull që e kemi bërë përmes një shokut serb të cilin e kemi, edhe ai na ka ndihmuar për me artikulu edhe në gjuhën serbe dhe me e bë grafitin. Po përveç kësaj e kemi pas goxha vështirë, edhe kjo është ndoshta prej aty në mangësive që i kemi si kolektiv, që ke pa mundësia për me u artikulu edhe në gjë tjetër, po dhe me pas një bashkëpunim më të ngushtë. Sidomos me personat me sërt në Kosovë, ata që i kemi dhe më afër vetës. Tash pyetje e fundit, në nivel internacional a bashkëpunoni me organizata të ngjashme? Nuk është që jemi shumë të investuar në ndërkombëtarizim. Realisht kemi pas bashkëpunime ad hoc të cilat kanë ndodhur me grupe të caktuara në të kaluamën. Tash aktualisht jemi pjesë e nismës të Ballkanit për në solidaritet me Palestinën, po nuk është që kemi pas bashkëpunime të qëndrueshme me grupe tjera. Komunikimet të madh kemi pas me aktivistët edhe aktivistë nga Shqipëria, për shkak që edhe çështja e gjuhës, po edhe komunikimet na kanë lidhë dhe kemi pas më shumë shkëmbime me ta, qoftë edhe të idesh, po qoftë edhe organizime të përbashkëta. Po kjo nuk është pika jonë më e fortë, dhe mendoj që ndoshta ky mobilizimi për Palestinën mundet me qenë, nuk e di se çfarë do ndodh, por mundet me qenë një moment ku muj me pa se me kë mundemi me bashkëpunu ndërkombëtarisht. Me Ballkan prap qëndron problemi që ne flasim gjuhë tjera. Për shembull, për shumicën e shqiptarëve në Kosovë, sidomos rinia, ne nuk flasim serbo-kroatisht, maqedonisht apo bosnjakisht, edhe kjo e krijon një barrierë të parë. Për shkak që komunikimi në gjuhën angleze gjithsesi e lehtëson të gjithë bashkëpunimin, po një prej çështjeve që na dojmë me i shty përpara është mos me pas nevojë ta ankohen me artikulu në anglisht. Edhe e kundërshtojmë këtë idenë që aktivizmi, sidomos aktivizmi feminist, duhet me qenë të mëzueshmërisht i artikulu në anglisht. Kjo për shkak që ne e shohim shumë vështirë, shumë shpesh e shohim sa kemi mangësi në artikulimin e ideologjive dhe projekteve tona politike në gjuhën shqipe. Prandaj si një prej qëllimeve tona është gjithçka me e sjell në gjuhën shqipe, dhe kjo na kufizon kështu në terma të bashkëpunimeve. Po gjithsesi kjo është diçka me cilën jemi duke reflektuar, që shohim që kemi shumë të përbashkëta dhe kemi shumë pika për të cilat jo vetëm që mujmë me bashkëpunu, po dhe mujmë me mësu prej një ani tjetrit, dhe kjo është diçka për cilin edhe kjo bisedë sot mundet me ushqy ma shumë këtë lloj të idealit, i themi, që puna jonë me qenë edhe e ndërturur me kauzat e tjera dhe me problemet e tjera të cilat janë duke ndodhur jo vetëm në Ballkan, po edhe në shkallë më të gjatë. Po, absolutisht. Edhe unë shpresoj se kjo bisedë do të fillim vetëm një bashkëpunimi më të thellë mes nesh. Liridona, të falenderoj për bisedën.